Gjellë falendrojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam, ja dërgojmë. Lusë Allah në zhjellë që të na falë, të na vëzajt, na i përmirësoj mëkatet, veprat, na i bëjt sinqerta veç për Allah. Allahumma amin. Jemi duke folë për vërtetësinë, sinqeritetin në shpalljen e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur Resulullahi nuk ka shtu, as nuk ka hek asgjë nga shpallja, edhe me pas dasht s'kish guxu. Edhe fjalët e pejgamberit kemi thonë sallallahu alaihi wasallam, të gjitha kanë qenë shpallje, përveç Kuranit edhe Sunetit. Nuk guxojmë me thonë që fjala e pejgamberit alaihi salatu wasalam nuk është pjesë e fesë. Astaghfirullah. Allahu ka vërtetuar në Kur'an duke thonë ai nuk flet nga hamendja e epshi i tij. Çdo gjë që ai thotë është shpallje nga Zoti. Prandaj na burimet e fesë kemi dy, Kur'anin edhe Sunetin. Nuk është çështje dëshire, po e marr ose s'po e marr Sunetin. Kjo parimisht. Këtë kanë vërtetuar edhe profetësit para Muhamedit alayhi salatu wasalam, edhe kanë përgëzuar të gjithë pejgamberët me këtë gjë. Një prej gjërave të cilat i ka ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kanë qenë edhe disa raste ku Zoti i lartësuar ja ka shpalos të fshehtën, pra të dashur vëllezër. Pjesë e besimit ton, pjesë e imanit, s'ban ndryshim me mendu. Pjesë e imanit është që të ardhmen nuk e di kërkush përveç Allahut. Disa sebepe munden me na orientu ka ardhmja, me na orientu. Mjeku thot, nëse që kjo smundje vazhdon çështu, mundet me ndodh çështu. Apo. Na duhet parimisht ta besojmë në bazë të sebepeve. Por të mendojmë se dikush e di të ardhmen, kjo të nxjerr prej fesë. Prandaj nuk bën me shku te magjistari, i këshilloj të gjithë vëllezërit e motrat që na përcjellin përmes kamerës, që të kenë kujdes, sepse ka njerëz të cilët ndrejtohen edhe mua, besoj edhe xhallarëve të tjerë, ma çon një foto, një djalë, një vajzë, thotë hoxha jam të dashme çta më feju. A ki mundsi me qytetar më në ti, çfarë djali ka më kon kë? Subhanallah. Nëse do të ishte çashtu, unë do të kisha punu imam këtu. Po kisha me shku tek superfuqit më të madh botës, edhe t'ju thoja bani marrëveshje me filan shtetin, prishni marrëveshjen me filan shtetin. Se ardhmja po thotë kështu. Allahu xhalleshan nuk e kalon çështjen e gajbit të fsheftës. Me dit askush përveç atij i cili ka në dorë të ardhmen edhe i cili e drejton të ardhmen, Allahu fuqiplot. As pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e di. Dhe Zoti ka përmend në Kur'an, thuaj o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mas ti edhe ju o besimtar, sikur ta dija të ardhmen, do të bëja vepra sa më të mëdha, të mira. Edhe do të isha rujt, mos më ndodhe keqja. Pse kisha shku aty ku duhet me shku, edhe s'kisha shku aty ku s'duhet me shku, mos më godit e keqja. Por vetëm Allahu e di të ardhmen. Pra as pejgambert nuk e kanë ditë. Çdo kush që ju thot për të ardhmen diçka mos i besoni. A ka pas raste kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ditë të ardhmen? Po. Ka pas raste, po. Ato raste nuk janë se ai ka qenë i mençur. Ka dashur Zoti m'ia çu shpallën përmes melaçës, Xhibrilit alayhi salam. I ka thonë Xhibrilit që ka thuj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nesër kështu ka me bomaki. Sot kështu, mas dite kështu. Edhe ka ardhur shpallë e çaq ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa ka ditë. Sa i ka ardhur informacione. Asgjë më shumë. Prandaj të pretendoj një magjistar, një mashtrues se e di të ardhmen, ju duhet automatikisht të largoni prej tij. Automatikisht të mos i besoni atij dhe ta dini se wallahi billahi tallahi ai është gënjeshtar. Ja u shkatron fen dhe bëhet sebeb që ju me shku në xhehenem nëse i besoni. Po ashtu ata cilët pretendojnë se i thirrin shpirtat e të vdekurve, edhe mund është i me fol, dinet që ata kanë bashkëpunim me agjent dhe agjenët, të cilët jetojnë me qindra vite, e din historinë e babës tanë, historinë e gjyshit tanë, edhe din me nru zonin, edhe të vjen thot aty i padukshëm ai, sa është e gjin. Edhe thot, kinse e ka prua ai shpirtin e gjyshit tanë. Me të njëjtin zonë, o stënip, o nip. A ma është me në filan ditën kështu filan, ti tamam bindesh se ajo është gjyshit.
Sepse e gjenet e njohin të kalumen se cilin njeri ka një e gjen që e di çdo detaj tjetës tane. Edhe ose çaj vjen, ose vjen një tjetër për me ta prish ty besimin. Edhe ti me mendu se dikush mundet me sjell prej botës për tejme, me i sjell shpirtat e të vdekurve në këtë botë. Po ashtu magjestarët, kur të thojnë ty, e shef për altë partë, e thotë unë ty të dijanën, di ku je. Ti mos me në qaj për me e ditë të më sheftën. Se emri jëtë nuk është ti më sheft. Emrin të në di edhe unë. E më sheft është diçka që ka me ndodhë prej qësaj momenti që përfulli mas 1 minuti e të tje, ose mas 100 sekundit e të tje. Ato që kry, emrin ty të kanë gjitë babajt para 40 vjetë. Me insan e me e gjenë e din. Po ai mus më ka pa kur, ka e diti, po i ka kalzu e gjini. Edhe vjen të ditë thotë ti e ki kry me filan shkollën, ti e ki emrin që shto, ti e ki që ka shfmi ti e pas këtë problem. Edhe ti dorëzosh para ti. Na çka themi? Na themi mos i beso sepse kjo është hile asgjë tjetër. Kjo është hile e shejtanëve me ta largu ty besimin Allah. Pra të më shefte nuk e din askush përveç Allahu xhelle shanuhu. E pejgamberit alayhi salatu wassalam i ka dhënë ndonjëherë informacione Zoti sipas nevojës. E një prej rasteve kur në ditët që po përgatitet pejgamberi alayhi salatu wassalam për ta çliru Mekën, njëri prej sahabëve e bëri një gabim, edhe ai ishte njeri që e mund një letër ju shkrohu Mekazve. Edhe ju tha kështu po përgatitet pejgamberi alayhi salatu wassalam për me ardhë me ju sulmu. Edhe ja dha një robreshës, një shërtorës, edhe i tha nisu shko qaja. Aja mur e mshefi letrën mirë, edhe Allahu xhelle shanuhu i dha informacion pejgamberit alayhi salatu wassalam për rastin, edhe i tha Aliut, Zubairit edhe Miqdadit, Zubair ibn al-Awamit edhe Miqdad ibn al-Aswadit, i tha shkoni filan gruan gjane në filan venin keni me gjetë. Aja ka me vetin një letër që i lajmëran mushrikët për shkumjen tonë. Unë nisën këta dhe për me gjetën në qatë ven ku ju kishtë thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i thanë na jep letrën, tha s'kam letër, ki letër, s'kam letër. I tha Aliu radiallahu anhu, tha qëra për mos me zgat, lafe shumë, neve në ka të regu pejgamberi alayhi salatu wasalam se ti ki letër që për ja qenë armikut. Tha për mos me filozofu, apo nxerr letrën me në adhon vet, apo na detyron kret kontroll me të bo a deri në gjë, edhe te shat nëse është e nevojshme me tek, ama pa ta gjet letrën selam se pejgamberi nuk ka rë. Kur e pa jo vendosmërinë e tyne, se s'ka alternativë, atëherë nxorr letrën prej grumbullit të flokëve që e kish pas mbi kokë, mrana në flokë e kish ti, e nxorr edhe ju tha që e tha tash në rregull jemi. Për mi dhonë me kuptu se çka ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam është e saktë. Gjithsesi, ky sahabi pastaj u morën pyetjen nga Resulullah sallallahu alaihi wasallam edhe tregoi arsyen se nuk është që ka bërë kufër ose e dëshiron kufrin ma shumë se islamin ose ka dalë prej dinit, por i ka pas sipas tij disa arsye që atje ka pas familjen e pasunin edhe ka qenë i hujin Mekë i ardhën. Ka dashur që ata mos më ia prek, mos më ia shkatërru pasunin edhe mos më ia myt familjen me një farform. I ka thonë Resulullah, unë e di se masi të ka thonë Zoti ki me çliru, si ja çova letrën, ti ki me çliru Mekën. Por unë dojsha veç më hyj aty në qafë që mos më ngacmu familjen. Wallahi tha nuk kam bë as kufër as nuk e du kufrin më shumë se islamin. Por gjithsesi pastaj Omeri radhiyallahu anhu tha ja Rasulullah, ta vrasim kët munafik. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam jo, se ky ka marrë pjesë në betejën e Bedrit. Subhanallah, të dashur vëllezër, betejë e Bedrit ka qenë vendimtarja, kryesorja, më e rëndësishmja që Allahu xhalla shanuhu atyre pjesëmarrësve në betejën e Bedrit ju ka thonë çka do të bëni mas Sodit, nuk ju bën dëm. Edhe pse sahabët përveç këtij që është
përmend ky gabim, nuk kanë bënë gabim tjetër. Ju e dini se tradhtia në Islam, bashkëpunimi me armikun nuk falet. Nuk falet. Të i shërbesh me qëllim armikut nuk falet. Gjithsesi, s'është tema jona ja. Transmeton Buhariu, domethënë kjo është tregimi i parë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka fol nga hamendja, por u kon shpallje, edhe sa e ka ditë apo sa i sinqert ka qenë në shpalljen e tij, nuk ka bë gabime. Kemi rastin që shënon Buhariu nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot kur pejgamberi alayhi salatu wasalam e çliroi Khayberin, Khayberi ka qenë një qytet i banuar nga hebrejt. Hebranjet në Teurat e kanë ditë se ka marrë një pejgamber. E kanë ditë se ka marrë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një pejgamber, por ata i kanë ditë gjitha detajet e tij, edhe cilësitë si person, edhe emrin, por edhe vendin. Edhe pse vendin nuk e kanë ditë me emrin, po me vetimet, cilësitë e tij. Vendin Allahu xhaleshano ka përmend thot një lugin mes dy kodrinave të egra, në të cilën ka kopshte edhe hurma, pallma. Atëherë hebrejt kanë lypë në përgatishëllin arabik ku mund më konë ky vend, i kanë gjetë dy vende që është përshtat me përshkrimet e Teuratit. I pari ka qenë Medineja, edhe i dyti Khajberi. Dy qytete jo afër njëri me tjetrin, jo afër njëri me tjetrin. Çka kanë bërë fiset hebreje? Kanë thonë po ndahmi. Do po jetojmë në Medinë, do po jetojmë në Khajber. Kudo që del pejgamberi prej nesh, sa ata kanë pretenduar se prej tyne ka me dal, thot na të tjerët e njekim. Nëse del Medinë, pe Khajberit e njekim. Nëse del Khajber, këta të Medinës me njek me pasu. Allah ka përmend në Kur'an: "Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum." Kur erdhi libri prej Allahut, i cili i vërteton profecitë përpara, librat përpara. "Nabada fariqun min alladhina utul kitab kitab Allahi wara'a dhuhurihim wa kanu min qabli yastaftihun." Thot e refuzuan këtë libër, e kundërshtuan Kur'anin, edhe pse përpara ju thonin se në numër ishin më të vegjël, më pak hebrejt, ju thonin arabëve, keni me pa, ju po na mundni sot. Keni me pa kur të vjen pejgamberi jon çka kena më u bë. Pejgamberi fundit, arabët nuk e kanë pritur që ka marrë prej tyne. Kjo është edhe ajo bindja që Zoti ku don e çon profetësinë. Edhe Zoti nëse ne pyet kërkush, e Zoti e pyet kënda. Pra, kërkush mund mi thon Allahit, pse Zoti ne i bën 5 vaktet? Pse Zoti e bën drekën 4 recat, unë po ta çer 3 recat, më kon? Pse bash akshamin e laje ngat me Yacin, u dash pak Zoti nuk pyetet sa është krijuesi. Kurse krijesat pyeten. Allahu xhaleshanu deshti më kon prej tyne. Ata prej pastaj prej inatit i kanë bërë shpesh pyetje, derisa janë bindë se për një me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber. Shpesh kanë shku mushrikët, kanë marrë për tyne pyetje që nuk i din askush veç pejgambert. Edhe janë bindë. Domethënë ata në Khajber e kanë vërtetuar që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber. Pse? Kur ka dalë Mekë Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk kanë besuar hebrejt që ka dalë Mekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Ata i kanë pas përshkrimet, më kon janë Medinë, janë Khajber, jo në Mekë. Përshkrimet. Edhe në fillim nuk i kanë besuar. Domthon, ata kur si kanë besuar. Po fjala në fillim kanë thonë ky mund më kon rëndës. Ma vonë janë vërtetuar që në pejgamber, apo si kanë besuar, se kanë njeh kon fjala. Po janë vërtetuar. Kur ka dalë Mekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë shkuar dhe kanë bë pyetje. I kanë thënë Mekazve letër, kanë thonë merrni çdo pyetje, bëjani. Nëse i di përgjigjet, dinë se është pejgamber, se vetëm pejgambert i din përgjigjet e këtyre pyetjeve. Kanë shkuar te Resulullah sallallahu alaihi wasallam, i ka ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk kanë mujt me paramendu çysh ka mujt me dal ky njeri në Mekë. Pse? Se kanë ditë që çaj njeri ka më shpërngul masanena në Medinë dhe aty ka më bë ajo fuqia e tij. Pas shpërnguljes Resulullah sallallahu alaihi wasallam në Medinë, ata të Medinës, fisët hebrejë nuk e pranuan. Nuk e pranuan pejgamberin alayhi salatu wasallam. Në fillim bon marrëveshje, pastaj e tradhtuan marrëveshjen e pejgamberit alayhi salatu wasallam, por Resulullah në tradhtin në betejën e Hendekut që bën nuk ja u fali as një sekond. Si u kry beteja, u kry ndrek beteja u kry. Mas disa dite apo disa javë. Betejë tha kërkush mos më fal i qenin vetë të Beni Kurejda, të filan fisi që ne kanë tratu. Sahabët u ndanë në dy mendime.
Kur ecën udhës, hini koha i qinis, po do me dalë. Do thanë, pe falim i qinin, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas për qëllim mu gut, po se ka pas për qëllim me lani qinin, se decat më rrim në atje, na iki qinia hina kshami. Do thanë, jo, pejgamberi e ka ditë që na zën në udhë, na s'kena me fali qinin, kena me shku të vene. Gjysa sahabëve falën, gjysa ecën. Më rriën atje, këta, kur shkun këta ata e falën, pa ata e falën mas i hynja kshami. Unda në dy mendime. Kur ardh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kallzon ja Rasulullah kështu, pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam çeshë edhe asnjërit nuk i tha ti e ke mirë, ti e ke keq. Ulemat për kësaj kanë thonë, dola për temës, kanë thonë feja është edhe më ka për argumente strikte ose më ka për kuptimet të logjikës bazuar në argumentet strikte. Këta që kanë thonë, pejgamberi ka thonë falni qenin atje, i dul, si dul vakti, nëse këqyrim. Këta në ka për argumente strikte pa i shtit të analizuarit e situatës. Këta të cilët kanë thonë, jo, pejgamberi ka pas për qëllim mu gut, ama jo me lani qenin mi dal vakti, ka dalës, se i qenia ka kore vetë, i kanë analizu sanët. Kjo është me shti logjikën në trum, po jo jashtë argumenteve. Cilët e kanë pas ma mirë, për dire sa pejgamberi nuk i ka kundërshtu, të dy të kanë pas mirë, sepse në themi, në Islam, inshallah ta'ala, ka vend ma shumë për tolerim të kuptuarit e jo më ba, veç unë e që shtonë. Pejgamberi ka mujtë me thonë, ju e kini ma mirë se ju, por ka heshtë, më jo dhonë me kuptu se, për dire sa ka vend, randaj në themi, janë dhe mesele në Islam që nuk du të me ngull kam, nuk du të me ngull kam. Mas shumë t'i këshillojmë djemë të ri, djelë mosha ju, që jeni oforik edhe u vlën gjake, keni kujdes, se 2 vjetrit i kanë kalu moshat e juja. Andaj më suvoni shumë oforik me thonë, gjas pasi, du të me folë kështu, du të me bërtit ashtu, kada. Se Islami është maraton, nuk është sprint, 100 metrë ngal, edhe në rinë në fund. Jo, Islami është ta njetën. Prandaj nuk du të mi marë sanët me siklet, me kujdes. Mirë, këta të Khajberit, e qunë një delegacion të pejgamberi alayhi salatu wasalam veç me testu a është për një me pejgamber që kjo ajo. Mreti i tyne, udhëheci i tyne, po bënin debat në të dhomën e vetë mrapa perdës po i nin vajza vetë. Çka po bëjnë muhabet? Ta shkoni këqyrne, bëjeni çdo pyetje, analizojeni, rrini disa ditë deri të bindeni që është i rëndës ose on pejgamber. Shkuan ata, e lanë filon ditën më ardh, vajza i ka ni. Rritur. E logjikshme, e arsyeshme. Kur e mbledh prapë njëjtën dhomë, prapë ajo po i nin. Edhe mreti po shikon për dritare me shpinë ka këta. Ju tha, a është qaj? A është qaj? Ai në libër që është shkruar, pejgamberi, a për një me qaj? Ata i thanë, ai është bash qaj. Atëherë kthej kokën ka ta, u kthy ka ta. Ai, tha po valla qaj. Do mos sa shpineve. I tha nomrat, çka po mendon? A do ta pasojmë? A do t'i shpallim armiqësi? Pse? Jo që se njifnin, por veç se si ishte i fisit tyne, veç se si ishte i popullit tyne. Qëre, kur budallakia të qënë xhehenem, këto le ta marrë men edhe disa të popullit tonë, që kur qysh s'u bjen taman, hiç kur qysh s'u bjen taman. Qysh dush banja, ai ka me gjetë vegz. Pse se konë pejgamberi qështu? E lyp më konë edhe shqiptar, mas shqiptar me lyp më konë i katunit vetë. Jo më s'po dënë vlla yti më konë. Allahu Gjellishan ka dosh, më s'u bënë si jahudit. Ke kujdes. Allahu është ai që përzgjedh kanë me bo pejgamber, jo në është me pasu. Me bo më konë i ti, thot, ta shë në bedu namazin pak ma nëryshe. Po s'bode, apo unë qështu s'pe pranoj. Ani a diqka. Allahu ka thonë Kur'an, ka ven për kretë në xhehenem. Kush do në të beson, kush do mos beson. Ama pasojat i ban vetë. U këtu i mreti tha, nuk do ta pasojmë, por do t'i shpallim armiqësi për jetë. Për jetë.
Vajza u çudit. Çka u të thonë baba kështu? Këto sene, sepse ishte jo e mushne me shërë si baba i vetë. Me kundështu njerin vetë se saj popullit vetë, kur na dim që është pejgamberaj. Na dim që e vetë me rrugë që du të me njekë, për mes ti është me shku në xhenet. Mirë, kaluan ditët, edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam e çliroi çat vend. Edhe ndër personat që i zunë rob ishte edhe çka vajzë. Kur e pron para pejgamberit alayhi salatu wasalam, i thanë është vajza mretit. Ajo pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe tha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u çudit, shahadat kjo me të parën. Tha çka çtyni me rashadet? Tha ja Rasulullah, po unë të një aty, unë të di ty, unë di që ka bo muhabet baba me kret parin ata të meqmit e venit tonë. Ti je pejgamber, ata s'kan pranu për inati. I kumni kështu këtë muhabet. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, je e lirë për hir të Allahit. I thanë sahabët, ja Rasulullah, propozoj martesë. Se tha nuk i takon kjo vajzë e mretit askujt përveç teje. Atër pejgamberi alayhi salatu wasalam i propozoi diçka të tillë dhe u martu. Kur e çliroi vendin e tyne, i mbledhi parin e vendit vet, që atyne hebrejve të Khajberit. Edhe ju tha, kam ju pyet disa pyetje, tha, por nëse kundërshtoni, unë e di prej Allahut azza wa jall që kam kallzan mu. I thanë, po, na pyet, tha kush është baba juaj, pararsi juaj? Ata i thanë, dikan tjetër, tha pejgamberi jo. Pararsi juaj është filani, e jo fistekur. I thanë, po, deshën me testua, pe di pejgamberi për një me. Ju tha, kush jam unë? I thanë, nuk je pejgamber. Tha, më tregoni me sinqeritet ato që dinin nga librat e juaj. I thanë, po, je pejgamber. Në librat tona je pejgamber. Pastaj, vazhdoj edhe i pyeti, ka zëni drejt sa keni më nejtë në xhehenem? A keni me shku në xhehenem? Thanë, po, kena me shku në xhehenem, që s'po të besojmë ty. Po tha, kena me nejtë një ditë ose disa ditë. Edhe masane dalim për xhehenemit. Ama një ditë Allah është sa 1000 vjetë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Kur'ani. Ju keni me nejtë për gjithmonë aty, s'folën. Mirë. Në fund i thanë, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, je i thirrur për një drekë të na. E thirrën, i pron ushqimin, mesën e tyre edhe një dele të helmume. Dele, helmume. Aty pejgamberi alayhi salatu wasalam hongër prej atij mishi. Allahu xhaleshanu e inspiroi për gjërat që si dinte, i tha kanë helmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i mbledhi edhe ju tha, më tregoni drejt, pse e keni helmu? I thanë po, e kena helmu. Nëse je gënjeshtar, mora atu piteje, se çtu na prunë shpirtin. Mora atu piteje. Nëse je për një me pejgamber, na dim librat tona shkruan që pejgamber ti mbron Zoti. Dhe vërtet Allahu xhaleshanu ka përmend ajet kuranor që deri të kryet misioni ti mos u tut. Dy sanet garantuar i ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mos me myt kërkush, atentat mos me mujt mi bën. Deri të përfundon misioni. Edhe dyta, mos me harru asnjë ajet, asnjë hadith, asnjë fjalë ti me të parën me mësu me majtë men. Kur t'i zbren një ajet kuranor me majtë men me të parën, mos me u përzi shpallja. Thanë, nëse je pejgamber, ty Zoti ka me të rujt. Edhe vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas e hongër nuk i ndikoi helmin në trupin e tij. Allahu xhaleshanu e la helmin në trup pa largu, edhe kur janë momenti vdekjes mas 3 vite e ma shumë, atër Allahu i tha helmet me elshu ndikimin e vetë,
që sevapi më konë më i madh i vdekjes. Edhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tash u shpërnda helmi që e pata në trup. Ka mujtë Allah me nxerr, por ka dashur sevapi më konë më i madh i vdekjes. Edhe ka ulema të cilët thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdekur si shahid, dëshmor i helmuar. Por më saktë është që Allahu alem nuk qëndron kjo. Allahu alem, Zoti di më së miri. Pra, atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam e liroi që atë personin i cili i kishte bën këtë ushqim të helmuar. Pra e liroi nga vdekja, nga mbytja apo e fali. Ju e dini se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë falës i mëshirshëm, sidomos kur ka pyetje çështja personale e tij. Kur ka pyetje feja Allahu xhaleshanu nuk ka bë tolerime. Saqë ju e dini kur kanë ardhur me ndërmjetësu për një vajzë e cila ka vjedh, e ka pas emrin Fatime. Ka ndërmjetësu çat shumë të njerëzit e afërt derisa të kanë shkuar te Usami ibn Zeidi, më i dashni apo prej më dashurve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, e Resulullah i ka thonë pashallahin, jo Fatimja e atij fisit, po Fatimja bia Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me pas vjedh kisha mjekut dorën. Kur janë dispozitat e Zotit, pejgamberi nuk ka lëshu pa. Kur janë e drejta atij personale, ka lëshu pa, ka fal. E ka fal çdo kan, nuk ka një histori pejgamberi alayhi salatu wasalam dikujt që ju ka hakmarr. Përkundrazi nëse rastisht i ka bën dikujt në vrejtje ose një zullum, pejgamberi ka lyp hallam. Edhe pse nuk ka ndodhur kjo, por sikur të kish ndodhur. Gjithsesi, lutë Allahu që na bëj për atyre të cilët e pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ndjekin rrugën e tij, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Allah na bëft persona që e shtojmë dijen edhe dashnin për këtë njerëz të madh apo më të madhin e historisë. Amin.